18 ditë protestë qytetare, sërish të reagon kryeministri Rama. Rruga për në Ferë është e shtruar. Kryeministri Edi Rama ka reaguar sërish ditën e sotme në lidhje me protestën kombëtare që zhvillohet në Tiranë prej 18 ditësh. Në një postim në rrjetet sociale, kryeministri shprehet se ka simpati për çdo që mori pjesë në protestë dhe alarmi natyrës në rrezik, po ashtu për formën estetike që flamingot po paraqiten. Megjithatë, sipas kryeministrit, protestuesit nuk pranojnë të dëgjojnë faktet, të diskutojnë zgjidhje dhe të bashkë rendojnë forcat me institucionet dhe me burimet serioze të ekspertizës për të mbrojtur gjithçka duhet, duke realizuar projektin e duhur. Në këtë mënyrë, sipas tij, flamingot po bëhen vegël e sorrave, referuar opozitës. Ja dhe reagimi plot i kryeministrit. Rruga për në Ferë është e shtruar me qëllime të mira, thot një fjalë shumë e motshme dhe ka një arsye përse kjo shprehje ka mbijetuar për shekuj. Ajo nuk i vlerëson qëllimet e mira, përkundrazi, qëllimet e mira janë aja e domosdoshme për alfabetin, etikës së angazhimit politik, por rruga e njerëzimit na mëson se qëllimet e mira asesi nuk mjaftojnë. Përkundrazi, historia është plot me zhvillime të nisura me sloganet më fisnike dhe emocionet më të sinqerta për të përfunduar në intolerancë, fanatizëm apo shkatërim, si rezultati shkëputjes së lidhjes së perceptimit me realitetin, imagjinatës me faktet dhe shqetësimet me arsyen. Prandaj, nëse qëllimet e mira nuk i nënshtrohen provës së fakteve, nëse pasioni për ndryshim nuk drejtohet nga arsyeja dhe nëse bindjet e forta nuk shoqërohen me dëshirën për të dëgjuar, distanca mes mbrojtjes së një parimi, një qëllimi apo një kauze dhe shëndrimit të tyre në dogma përjashtuese bëhet shumë e shkurtër dhe mu kështu rruga për në Ferë nuk shtrohet me qëllime të këqija, por me qëllime të mira që unë kam simpatit sinqert për çdo që në këtë protest hyri nga alarmi i natyrës në rrezik. Madje kjo formë estetike e demonstrimit me siluetat e flamingove roz më gëzon me jeshin që për ndryshe do t'i mungonte një proteste qytetare për natyrën të kthyer ngutshëm në një demonstrim politik të skamur në ide, të varfër në argumenta, të degraduar në fjalor dhe të shëmtuar në bullizmin e tij rrugor apo digital ndaj kudo që mendon ndryshe. Por pikërisht kjo fotografi e bukur më rikthen tek fjala urtë e fillimit dhe rruga e Ferit, sepse problemi nuk janë flamingot. Qëllimi i tyre është i mirë, problemi është se flamingot nuk pranojnë të dëgjojnë fakte, të diskutojnë zgjedhjet dhe të bashkërendojnë forcat me institucionet dhe me burimet serioze të eksperiencës për të mbrojtur diçka, duke realizuar projektin e duhur. Kësaj ata bëhen veglesorave dhe korbave që i kanë rrethuar. Unë i kam dëgjuar flamingot dhe i kuptoj ata, e respektoj. Pa paragjykim shqetësimin e tyre, pikërisht sepse e ka qenë gjithnjë edhe imi. Ajo që nuk arrit kuptoj është pse flamingot nuk duan të ndahen nga sorrat që ushqen me zhurmën, me shpifjen, me teoritë konspirative dhe korbat që me bullizmin dhe me refuzimin kategorik të çdo fakti kërkojnë të marrin peng Shqipërinë. Flamingot nuk e humbasin bukurinë e tyre nëse angazhohen në diskutimin e dobishëm për të ardhmen e zonës dhe rrugën e zhvillimit të Shqipërisë, ndërsa sorrat dhe korbat mbeten thjesht dhe vetëm ata që janë. Qysh prej 28 nëntorit të 1912 kur morën rolin e hijes që përndjek Shqipërinë, por pa shans që të shtrojnë një rrugë feri me qëllimet e mira të flamingove.